Ja them popullit me gjithë shpirt, mos u bindni më. Nëse na vjedhin kështu, as i taks. Avokat, do t'i them me emër e mbi emër atij, se si është shtuar pasuritë e njerëzve të këtij grupimi dhe grupimeve të tjera. Edhe kriminalëve që mbrojnë ta, që guxojnë dhe kërcënojnë ta. Edhe le të plasin Shqipëri, ty me plak bën Shqipëria. Nëse këta kanë ndarë mendjen kështu, të vazhdojnë aty kur janë të dhirë të hersin, aty, në bled qeverisë, ta shohim ne. Kemi pa vlerë ne, kam vlerë këto. Ta shohim ne çfarë u tha, çfarë nuk u tha atje. Se nuk e në mbledhjen e pazarit tënë privat, je mbledhjen qeverisë shqiptare atje. Kupton? Me përse këto, këneta këtu, këneta atje. Po tani, ku je tani? Të dalje hapur. O të marri masa urgjente, ose t'japi dorëheqjen. Kështu. Edhe i them partnerve tanë strategjik. Këtu policia bët palë me krimin. Këtu gangsteri të vretë së është me krimin, është me qeverin bashkë. Prandaj ne duam edhe fizikisht në ndihmoni këtu. Edhe për të vërtetën ne, po dhe për prokurorinë edhe për gjykatën. Pra fizikisht jem këtu. Kështu është. I tregon ai ke 3 vajza ti. Po ti sa ke ti? Ti thuash. Sa ka personi që ke mbrojt ti? Avokat ju tha që në këtë rast qeveria shqiptare dhe vetë Shqipëria ka marrë goditje të rënda sa i përket procesit të antarësimit të Bashkimit Evropian. Dhe këtë fakt e kam mësuar nga jashtë, është turp. Pam. Nga persona që nuk e shqiptar. Është fakt i rënd, ata e din. Më shpërdridhen këta. Na kanë vjedhur na shpërdridhen e këta. Më ka dalë një mlef. Bardhi që nuk ka ku të mbahet më. Kujtojnë ta se i kemi frikë në këta. Pra nuk ne e dim për ndërë që në ka për budale, po mendoj që jemi spurdjak, jemi frikatsak. Kështu që otës bëj kryeministri lëvizjen e dur për emrin e tij ose t'japi dorëheqjen. Kështu me të dërte Berishës, Berisha është më i zi se ky. Ose nuk është më, edhe nëse nuk është më i zi se ky, është bërë i zi para këtij. Dhe për këtë arsye unë mbaj atë qëndrimin e kujdesshëm. Që të mos kalojmë nga shiu në preshër, të riciklojmë tani kriminalin e djeshëm, se ky sot mi na dhemb më shumë, se kemi harruar çik ato që na ka bërë ai dje. Po jo, nuk jemi nga ata, unë nga ata që kanë memorie të fortë. Ne duhet kemi memorie dhe memorie historike të qartë. Mos përsërisim gabimet tona, ai për tepër me të persona. Bardhe është shumë të rëndësishme të drejtohesh gjetat ke qeveria. Qeveria të marrë përgjegjësitë e veta. Po i ndodhi gjë prokurorit, të gjenë mend të futen. Kështu bëjtën. Të arri prokurorit të organizoj familjen e tij për të mbrojtur ai, për këta spurdhja këtu. Kjo është. Të marrë përsipër të bëj detyrën dhe policia, mos a pyesi fare as qeverinë as kryeministrin. Të bëj detyrën e vet para të punës, ndryshe do akuzohen nesër. Këtu s'kemi nevojë ne, ka dhënë jetën Borsellino dhe Falcone edhe për ne. Ne kemi nevojë të përballemi e të trimërohemi e të ngrihemi në pozitat minimale dinjitoze. Për të thënë vërtetën. Dhe për kërkuar të ci. Ka apo s'ka vjedhje e t'japi hesap kush ka vjedh. To janë bërë. Asa kemi sa më shumë të ngrejë zërin krimi, më shumë të ngrejmë ne, edhe përballet do t'jetë pa tjetër. E përballet e pagojnë parë qeveritarët tanë. Këta e dorëzuan vendin dorë të krimit. Dhe mënyrën se si ka rënë vendi dorë të krimit do ta themi dhe do të themi edhe pse e kanë dorëzuar dhe ku janë peng. Edhe me çështje të caktuara.
nëse nuk marrin masat urgjente për të punë. Ju përmendët pak më parë faktin që Shqipëria dhe vetë qeveria shqiptare ka marrë goditje të rënda sa i përket procesit të integrimit. Ndërkohë, vetë Edi Rama nuk kishte i pranishëm ditën e djeshme në Bruksel, pra ku u diskutua dhe për hapjen e grup kapitujve të tjerë. A mendoni se Edi Rama nuk i ka aq mirë punët qoftë edhe me Bashkimin Evropian, ashtu siç përflitet që nuk i ka edhe me administratën e Donald Trump? Atëherë Marta Kos është shprehur që nuk do të zitohemi të fusim kaq të roje në BE, të cilët mbas 10-15 vjetësh mund të bëjnë lojën e Rusisë apo kundër BE-s dhe që nuk respektojnë standardet vetëm për arsye gjeopolitike të momentit. Kështu që edhe shpresa jonë që do të hyjmë shumë shpejt, besoj që do shuhet shumë shpejt. Pa përmbushur standardet, ne nuk mund të shkojmë BE, për të cilin të bindur. Sa më shumë punohemi dhe ngemi peng i kësaj politike, se plotësimi i standardeve do të thotë që kjo politikë marrë fund. Pra të dënohen këta që kanë vjedhur dhe po vjedhin, ai standardi. Minimumi kapitulli 23-24, po të gjitha kapitujt janë lidhur në mënyrë organike me njëri tjetrin. Plotësimi i njërit kërkon dhe plotësimin e tjetrit, për krijuar tregun e lirë e tjerë që kemi diskutuar dhe s'po i bie më gjatë, që tregun e kanë 2-3 oligarkë që talle këta dhe në dalin në qeveri sipas qefit tyre, sikur janë në shtëpitë tyre. Për të arsye mendoj që edhe fabula e Shqipërisë me ndarësim e shpejt ka rënë. Ne duhet ndërtojmë Shqipërinë ne. Ne duhet të shkojmë drejt më të mirës tonë, të krijojmë një shtet me integritet, ku krimi dhe kriminali nuk hyn në zorë dhe nderohen si perëndi, edhe ka frikë një popull i tërë, edhe këtë frikë të policit tani. Tani t'i japim dhe një policit që mos e marrin qafë krimi. Kështu i bi kësaj pune. Prandaj të qëndroj me këmbë tokë, nuk besoj që do të vazhdoj gjatë kjo prallë, po unë po shoh me këtë që ka ndodhur, qeveria është në rënit lirë, imazhi është për tokë, dhe merret me imazhin e vet, të rikthej besimin minimal tek qytetarët. Për tjerat nuk intereson fare. Të ndarojmë pak tek çështja e Erion Veliajt, ku kryeministri Edi Rama pas vendimit të gjykatës kushtetuese ka kërkuar që ai të lihet i lirë dhe të vijojë të drejtojë Bashkinë e Tiranës, ndërkohë që procesi ndaj tij të vijojë në gjendje të lirë. Si e gjykoni këtë lëvizje të kryeministrit Edi Rama, i cili u angazhua totalisht për shkarkimin e Erion Veliajt, dërgoi dhe vendimin e Këshillit të Ministrave në presidencë, ku Bajram Bega i firmosi dekretin për zgjedhjet e 9 nëntorit në Bashkinë e Tiranës, dhe më pas gjykata kushtetuese u hodhi të gjithë poshtë. Ç'është kjo lëvizje që nga njëra anë u angazhua ndaj Veliajt, tani kërkon lirimin e tij? Dakor, se kjo është lëvizje cinike, pa marrim nga koka në fillim. Lëvizje cinike për të thënë gjykatës ti që s'na le mundësinë të bëjmë zgjedhje, tani nxirr atë na jepi kryetar. Se na duhet e kryetari, se për të thënë tani këtë kryetar vetë çoj. 3 herë, 4 herë, sa është zgjedhja, nuk e di tani. Po, që nga 2015. Po, nuk e kontrolloj kur. Nuk kemi pasur një herë të vetme prefekturën të ketë një raport kontrolli me shqetësime për bashkinë. Përgjithësi Shqipërinë, jo vetëm aty. Nuk i mori kur parasysh raportet e kontrollit shtetit lidhur me bashkinë. Nuk investigoj kur me krimin ekonomik të policisë bashkinë, e me forma tjera, me shërbimin sekret e tjera. Dhe tani e pas ka fajin gjykata që kemi ngelur ne, që gjykata ka dhënë një vendim që ne kemi parlemëruar të dy bashkë edhe këtu, kemi pasur mundësinë ta flasim dhe kemi thënë që parashikimi thjesht ishte, po ishte i vërtet, që gjykata do vendosi provelia në lidhje me shkarkimin, jo me çështjen penale që ka, për korrupsionin e pastrinë e parave e tjerë, e krimin organizuar e tjerë. Dhe unë mendoj që ky është cinizëm i pa vlerë, se nuk do ketë reagim nga gjykata, nuk do ketë zgjedhje në Tiranë, do të detyrohet nesër në çdo rast ti bindet gjykatës, mos
të mos ndërhyjë kjo pushteti vendor, se nuk ndërhyjet, të mos zëvendësoj me urdhën e tij organet tëra dhe kolegjiale, po dhe sidomos ato të zgjedhura me votë, të mësohet me ndarje pushtetesh, që ka kryeministër, po ka edhe kryetar bashkie, po ka edhe drejtësi, po ka dhe president, po ka dhe gjykatë kushtetuese që ta bën ul presidentin. Kjo është lojë pushteti, kjo lojë interesante, jo lojë kapit tër, sa shumë pastaj i bit lush me veta.